Deputeti Ardit Bido dhe kryebashkiaku Besmir Veli inspektuan punimet në rrugën hyrëse të Delvinës, pjesë e projektit autoritetit rrugor shqiptar që po përmbyll infrastrukturën lidhëse të qytetit me Sarandën dhe Tiranën. Kjo rrugë, e cila ka qenë prej kohësh një shqetësim për banorët, po merr më në fund trajtimin që Delvina e meriton. Përmirësimi i infrastrukturës ndikon drejt për drejt në jetën e përditshme të qytetarëve, duke lehtësuar lëvizjen, transportin e mallrave dhe aksesin në shërbime. Aktualisht ndodhemi në segmentin rrugor Shian-Delvin. Pjesë e këtij projekti është edhe rruga lidhëse e fshatit Vergo. Aktualisht janë duke u kryer punimet. Bëhet një zgjerim i dy korsive të segmentit dhe për momentin janë finalizuar diku te 30% e punimeve. Që pritet të përfundojnë? Që pritet të përfundojë në fillim të vitit të ardhshëm. Shumë e rëndësishme tani që Delvina ka qenë një xhep praktikisht, sepse rruga e vjetër që binte nga Muzina ka qenë shumë herët që mund të kaloje nga Delvina përmes rrugës Muzin-Delvin, i binte që shmangej tërësisht. Tashmë me rrugën e re që është bërë nga Stërfica që e sjell deri në Shian rrugën kryesore dhe rekonstruksioni i rrugës hyrëse mundson që Delvina të iki pjesë e xhepit. Tani avash të shtym përpara projektin për të bërë rrugën e vjetër, se është një rrugë bukur turistike ajo që kalon përmes Muzinës, lajmi mirë edhe për Vergojin që do të bëhet rruga hyrëse dhe praktikisht mbetet vetëm Taxati dhe Lefterohori, Kakolliqi dhe Varfaj që nuk kanë rrugë të mira hyrëse në të gjithë bashkinë e Delvinës, si një formë jo vetëm për të nxitur bizneset dhe për të përmirësuar jetesën e banorëve, por dhe për të sjellë turist. Se do ta themi edhe këto ditë ka pas turist në Delvin që vin nga Saranda. Patjetër, jo vetëm. Çastin që mbarojmë infrastrukturën do të ketë dhe më shumë mundësi të një turizmi që do ta ringjalli edhe ekonomikisht Delvinin. Rruga hyrëse e Delvinës po shndërrohet në një simbol të ndryshimit, një investim që prek drejt për drejt jetën e banorëve dhe hap qytetin drejt një sezoni të rizhvillimi. Çdo vit qindra vizitor kalojnë nëpër Delvin për të zbuluar historinë dhe natyrën e saj, dhe një infrastrukturë moderne do ta bëjë qytetin më mikpritës e më tërheqës.